Në 18 komunat e Republikës së Kosovës, sot po votohet për raundin e dytë zgjedhor për zgjedhjen e kryetarëve të komunave, pasi që në raundin e parë më 12 tetor nuk arritën të fitonin 50% të votave. Sipas vendvotimeve të numëruara nga Komisioni Qendror Zgjedhor, deri në orën 16 në Republikën e Kosovës nga 1.316.672 persona sa kanë të drejtë të votojnë, të drejtën e votës e kanë ushtruar 285.514 votues, ose 21.68%. Krishnik Radonici, kryesuesi Komisionit Qendror Zgjedhor, në konferencën e fundit për media, ka sqaruar edhe rreth rasteve të ankesave për personat me aftësi të kufizuar gjatë procesit të votimit. Në procesin e deritashëm të votimit kemi pasur disa ankesa për votimin me asistencë. Për hir të informimit korrekt të opinionit publik, e shohim të nevojshme të sqarojmë se votimi me asistencë për personat me aftësi të kufizuara, ata që nuk mund të mbushin dhe nuk mund ta hedhin flet votimin, është i garantuar me ligjin për zgjedhjet dhe rregullore të KQZ-s. Kjo nuk nënkupton që në emër të kësaj të drejtë të garantuar të abuzohet dhe në këtë kategori të tentojnë të hyjnë persona që nuk kanë aftësi të kufizuar. Sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s, me qëllim të menjanimit të çfarëdo keqpërdorimi, është vendosur që aftësia e kufizuar e votuesit duhet të dëshmohet përmes dokumentit përkatës. Ndërkaq në komunën e Gjakovës deri në ora 16, nga 121.821 persona me të drejtë vote, të drejtën e votës e kanë ushtruar 21.007 votues, apo 17.24%.